Kontrolli i lartë i shtetit nxjerr në pas oficerët e sigurisë, jo vetëm që shpesh duhet të parandalojnë ngjarje të rënda dhe deri kriminale në shkolla, por ndjen të vendosur nën presion nga eprorët e shkollave, duke çuar deri tek fshehja e incidenteve. Kjo konstatohet në raportin e siguruar nga emisioni Fact Check, kundër të tjera, thuhet se janë 18 gjetje. Për vitin shkollor 2020-2021 u dhanë udhëzime specifike për rolin e oficerëve të sigurisë, por vitet në vijim nuk përfshin detaje të qarta, ndryshe nga shërbimi psikosocial që ka udhëzimet çdo vit. Linku për raportimin e incidenteve nga SAP nuk mbështetet në ligj, duke bërë raportimin jo të detyrueshëm dhe të pasigurt. Të dhënat mbi incidentet ruhen vetëm fizikisht dhe nuk përpunohen statistikisht nga AKAP, duke penguar monitorimin e situatës reale. Seksioni shkolla në databazën e AKAP nuk është plotësuar që nga viti 2022-2023 pasi oficerët ndihen nën presion nga drejtuesit për të mos raportuar incidente. Kontrollet fizike të nxënësve dhe mjediseve shpesh shmangen për të mos krijuar konflikt me prindrit, duke rritur rrezikun për sigurinë. Instrumentet matës të përdorura nga oficerët nuk zbatohen në shkolla të ndryshme, duke vështirësuar identifikimin e problematikave reale. Vendimi për të raportuar incidente tek policia mbetet subjektiv, pasi mungon kriteri i qartë i rastit, duke e bërë bashkëpunimin jo efektiv. Memoja si formë raportimi brenda shkollës përdoret shumë rrallë, duke penguar shkëmbimin formal të informacionit midis oficerit dhe drejtuesit. Planet vjetore të veprimtarive të oficerëve shpesh mungojnë ose janë formale dhe realizimi i tyre nuk dokumentohet. Raportimi i incidenteve javore dhe vjetore është jo i plot, i pasakt dhe shpesh i munguar, duke pamundsuar përfaqësimin e saktë të situatës në shkolla. Planet e masave për incidente nuk përgatiten ose janë formale dhe nuk dokumentohet përfshirja e aktorëve të tjerë të shkollës. Oficerët shpesh nuk kanë pajisjet bazë të nevojshme, kompjuter, printer, internet dhe kancelari, që pengon punën e tyre efektive. Komisioni i disiplinës nuk përfshin oficerët e sigurisë, duke reduktuar ndikimin e tyre në proceset disiplinore. Dokumentimi i rasteve problematike nuk është i plot dhe shpesh mungon, duke krijuar boshllëqe në përgjegjësitë e OS. Raportimet e incidenteve shpesh nuk harmonizohen mes dosjeve, duke krijuar mosqartësi dhe dublime të dokumentacionit. Shërbimi psikosocial përdor instrumente për tema të tilla si droga dhe bullizmi, por nuk ka instrumente të dedikuara për sigurinë. Roli i oficerit të sigurisë mbetet informal dhe i paqartë në shumë institucione, kjo për shkak të mungesës së planifikimit dhe monitorimit. Presioni nga drejtuesit e shkollave dhe shqetësimet për reputacionin e shkollës kanë krijuar një kulturë vetcensure tek oficerët, duke reduktuar transparencën dhe efektivitetin e sigurisë. Raporti tregon qartë se mungesa e strukturave të qarta, pajisjeve dhe mekanizmave të monitorimit e bashkuar me presionin e drejtorëve ka dobësuar ndjeshëm rolin e oficerëve të sigurisë në shkolla dhe ka krijuar rrezik për nxënësit dhe shqetësime për komunitetin e prindërve.